Italia është goditur nga 2 ngjarje krejtësisht të ndryshme ekstreme të motit, pasi veriu u godit nga thuj të forta dhe breshër, ndërsa jugu vazhdoi të goditej nga temperatura që tekalonin 40 gradë dhe zjarre. Mediat e huaja bëjnë me dije se vala e motit të keq kishte filluar në Lombardi të dielën, u përhap në Emilia Romagna duke shkaktuar dëme serioze në shtëpi, automjete, të mbjella dhe infrastrukturë. Në provincën e Ferrarës, breshër me diametër deri në 3 cm theu dritare, shpojçati dhe panele fotovoltaike, ndërsa shumë shoferë ndaluan automjetet e tyre në autostradën A13 për të mbrojtur nga ashpërsia e fenomenit. Qielli u errësua papritur dhe pastaj ran breshër me përmasa sa gur. Më shkatarroi xhamin e përparm, ndalova në buz të rrugës dhe mbulova fytyrën, tregoi njëri prej tyre. Në zonën e San Martinos, pemët që ranë dëmtuan një rrjet ujësjellsi, duke i lënë banorët pa ujë, ndërsa zona të tjera përjetuan ndërprerje të energjisë elektrike. Në Ravenna u raportua më shumë se 100 pemë ishin rrëzuar. Rruga bregdetare e Romea u mbyll për disa orë dhe erërat e forta dëmtuan çatinë e një ndërtese shkolle. Transporti e kurudhor u prek gjithashtu me vonesa deri në 70 minuta dhe anulime në linjën Ferrara-Ravenna.